Ndërmarrja publike trafiku urban ka hapur konkurs për pranimin e 68 konduktorëve të rinj, mirë po kontrata nuk do t'ju zgjasë shumë. Kohëzgjatja kontratës për konduktorët në këtë konkurs do jetë 6 muaj me mundësi vazhdimi deri në digjitalizimin e shitjes së biletave nga komuna e Prishtinës. Pra varësisht nga dinamika e implementimit të sistemit të digjitalizimit të shitjeve të biletave nga komuna e Prishtinës. Qëllimi është që gjatë kësaj periudhe të sigurohet funksionimi i rregullt të shërbimit të transportit publik, derisa të vendoset dhe funksionalizohet plotësisht sistemi digjital. Por kundër këtij konkursi është opozita në kryeqytet. Çfarë duhet punësimi këtyre 68 konduktorëve të rinj? Ne mendojmë se kjo bëhet për arsye partijake, për arsye zgjedhore. Jemi 6 muaj para zgjedhjeve dhe partia në pushtet don që të punësoj militantë të tyre në mënyrë që të ketë përkrahjen e tyre gjatë fushatës zgjedhore e cila pritet të ndodhë në vjesht. Komuna e Prishtinës në një përgjigje me shkrim për ATV-n ka mohuar akuza duke thënë se konkursin e hapi vetë ndërmarrja.